Zoti profesor, si e shoni daljen masive të popullit të Kosovës në zgjedhjet e sotme, përkundër rrethana shumë të vështira që ekzistojnë në Kosovë, sidomos në granitë? Marrja masive në votimet e sotme tregon se populli shqiptar i Kosovës është i vetëdijshëm se çfarë rëndësie kanë këto votime. Në këto votime populli ynë në Kosovë afirmon, konfirmon vendimin e tij politik për jetësimin e shtetit pavarur për Kosovën në Republikë. Ai në këtë mënyrë tregon se është në rrugën e paqes për të ngritur pavarësinë dhe të drejtën e vetëndosjes. Megjithëse janë bërë disa ftesa që për disa individëve që këto zgjedhje të shkryhen mos mahen sot dhe ftojnë antarësinë e tyre disa parti, disa lider të partive që në zdalën votime, prapë se prapë më duket se kjo nuk ka qenë e nevojshme dhe prapë se prapë populli e dinë se ku është rruga e drejtë e cila të pjen drejt pavarësisë ti dhe sot janë mbush gjitha vendvotimet me votues që është në orët e para të mëngjesit. Mendoj se kjo është një shprehje vetdijes kombëtare e vullnetit fort për të mirë këtë rrugë dhe për të mërë qëllimin që Kosova të jetë një shtet i lirë, i pavarur dhe demokratik. Jeni të bindur se pas këtyre zgjedhjeve, më në fund do të konstituohet Parlamenti i Republikës Kosovës, do të zgjedhen organet shtetërore. Këto zgjedhje bëhen për Parlamentin e ri. Dhe Parlamenti i ri nuk duhet të njeh rrugën e Parlamentit vjetër, i cili nuk është mbledhur, s'ka pas mundësi të mbledhet, por duhet bëjë çmos që të konstituohet dhe të mbledhet të rregullat, megjithëse tash kushtet i kemi se dihet të okupimit të Kosovës, por megjithatë, meqense i bëjmë votimet, atë i majmë për një jetë politike të organizuar, cilën duhet të udhëheqë dhe të drejtojë Parlamenti.